Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës të pyet Kurani përgjigjet, sot do t'i përgjigjemi pyetjes a flet Kurani për ditën e llogaridhënies? Në ajetet 25 dhe 26 të surës Ghashiyah, Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilejna iyabahum, thumma inna alejna hisabahum. Padyshim ata, pra njerëzit, do të kthehen të gjithë tek ne, dhe sigurisht që do t'japin llogari para nesh. Këto dy ajetet e begata na mësojnë se kthimi i çdo njeriu tek Allahu është i pashmangshëm, dhe se çdo njeri do t'jap llogari për veprat e tij pa përjashtim. Këto dy ajete forcojnë bindjen se jeta e kësaj bote është e përkohshme, ndërsa paraqitja para Allahut fuqiplot është reale dhe e sigurt. Prandaj, njeriu duhet të jetojë me vetdije, me përgjegjësi dhe përgatitje për ditën e llogaridhënies. Kurani i shenjtë, që është fjala e Allahut fuqiplot, flet shumë qartë dhe në mënyrë të përsëritur për ditën e llogaridhënies, Yawmul Hisabi. Kurani na e paraqet ditën e llogarisë si ditën vendimtare të drejtësisë absolute të Allahut. Fjala llogari el-hisab është përmendur në Kuranin e shenjtë në 108 vende. Në Kuranin e shenjtë ka shumë ajete që argumentojnë llogaridhënien në ditën e ringjalljes. Për atyre ajeteve, së pari, ajeti 4 në surën Maide, i cili thot: Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Friksojeni Allahut, Allahu është i shpejt në llogari. Ajeti në thot që të kemi frikë nga Allahu kur të flasim dhe kur të veprojmë, sepse do të llogaritemi për fjalët dhe veprat dhe se Allahu është i shpejt në llogaritjen e njerëzve. Së dyti ajeti 47 në surën Anbiya, i cili thot: dhe ditën e kiametit, pra ringjalljes, ne do të vendosim peshore të sakta, e askush nuk do të pësoj asnjë padrejtësi. Ne do të sjellim për gjykim çdo vepër, qoftë edhe sa pesha e një kokre sinapi. Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje. Ky ajet na mëson pra se dita e ringjalljes dhe llogaridhënies është dita e drejtësisë absolute. Allahu do të vendos peshore plotësisht të drejtën atë ditë, ku asnjë vepër nuk humbet dhe asnjë padrejtësi nuk u bëhet njerëzve. Qoftë edhe për veprat më të vogla sa kokra e sinapit. Kjo na thret që të jemi të kujdesshëm në çdo veprim, sepse çdo e mirë dhe çdo e keqe do të merret në llogari dhe Allahu është i mjaftueshëm për të gjykuar me drejtësi të plot. Sa treti ajeti 17 në surën Ghafir, i cili thot: atë ditë
në ditën e llogaridhënies, çdo njeri do të shpërblehet sipas asaj që ka punuar. Atë ditë nuk ka padrejtësi. Allahu me të vërtet është i shpejt në llogari. Edhe ky ajet i begat na mëson se dita e gjykimit, dita e llogaridhënies është dita e shpërblimit të drejtë, ku çdo njeri do të marrë atë që ka merituar sipas veprave të tij, pa asnjë padrejtësi. Ai forcon bindjen se drejtësia e Allahut është e përsosur dhe e shpejtë. Prandaj njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm për përgjegjësinë e tij dhe të përpiqet për vepra të mira duke shmangur padrejtësinë, gjunahun, mëkatin. E të tjera ajete që flasin për ose argumentojnë ditën e llogaridhënies. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani thekson se dita e llogaridhënies do të vijë pa asnjë dyshim. Ajo është ditë e pashmangshme. Në ajetin 87 të surës Nisa, Allahu i madhruar thot: Allahu nuk ka zot tjetër përveç atij. Ai do t'ju mbledh në ditën e Kiametit për të cilën nuk ka as pak dyshim. E kush është në fjalë më i vërtetë se Allahu? Kurani na thot se në ditën e llogaridhënies çdo njeri do të përballet me veprat e veta dhe askush nuk do të mbaj barrën e tjetrit. Askush nuk mban mëkatet e tjetrit, gjunahet e tjetrit, gabimet e tjetrit në atë ditë. Secili do të përgjigjet për atë që ka bërë. Në ajetin 18 të surës Fatir, Allahu i madhruar thot: "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Askush nuk do të mbart barrën e tjetrit. Në ajetin 7 dhe 8 të surës Zelzele, Allahu i madhruar thot: "Kush bën një të mirë sa pesha e një grimse, do ta shohë atë, dhe kush bën një të keqe sa pesha e një grimse, do ta shohë atë." Pra secili do të jap llogari për veprat e tij dhe jo për veprat e tjetrit. Kurani na thot se në ditën e llogaridhënies do të hapen librat e veprave të çdo njeriu. Në atë ditë ose në atë libër veprat janë të regjistruara me saktësi të plotë, pa asnjë shtesë, asnjë mangësi. Në ajetin 49 të surës Kahf, Allahu i madhruar thot: "Dhe libri i veprave tyre do të vihet përpara, e do t'i shohësh gjunaqtarët se si do të tmerrohen nga ato që gjenden në të dhe do të thonë: Të mirët ty, të mirët ne." Çfarë është ky libër që nuk pas ka lënë asnjë vepër të madhe apo të vogël pa e shënuar? Aty do të gjejnë të shënuar gjithçka që kanë punuar. Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Prandaj pra le të kemi kujdes, të jemi të vëmendshëm, sepse në këtë jetë ne mbushim librin e veprave tona, të cilin do ta shohim në ditën e llogaridhënies. Le të përpiqemi që librin e veprave ta mbushim vetëm me vepra të mira dhe jo me vepra të këqija. Kurani na flet se në ditën e llogaridhënies do të ketë drejtësi të plotë. Në atë ditë nuk do të ketë asnjë padrejtësi, qoftë edhe sa pesha e një grimse. Në ajetin 54 të surës Yasin thuhet: "Fal-yawma la tudlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Sot askujt nuk do t'i bëhet ndonjë padrejtësi dhe ju do të shpërbleheni vetëm sipas asaj që keni bërë. Kurani na thot se në ditën e llogaridhënies njerëzit do të ndahen sipas veprave të tyre. Në atë ditë nuk ka ndarje bazuar në fis, në familje, në pasuri, në pushtet, në gradë shkencore apo në diplomë. Besimtarët e drejtë dhe mohuesit do të kenë përfundime të ndryshme në atë ditë. Në ajetet 7 dhe 8 të surës Inshiqaq, Allahu i madhruar thot për punëmirët, sa për ata
që u jepet libri i tyre në të djathtën, ata do të llogariten me llogaritë të lehtë. Ndërsa në ajetin 10 deri te ajeti 14, përsëri në surën Inshiqaq, Allahu i madhëruar thot për punëqij, kurse ai të cilit do t'i jepet libri pas shpinës, do të lutet për të vdekur dhe në zjarr do të digjet, sepse ai jeton të ish kujdesur në familjen e tij, duke menduar se kur nuk do të kthehej për të dhënë llogari për tek Allahu. Le të jemi të kujdesshëm, ta mendojmë atë ditë. Kurani na thon se dita e llogaridhënies është ditë pendimi, por jo kthimi. Mirë po pendimi pas vdekjes nuk pranohet. Le të pendohemi në këtë jetë para se të kalojmë nga kjo jetë. Në jetin 24 të surës Fajr thuhet: Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Atë ditë njeriu do të thotë: sikur të kisha përgatitur diçka për jetën time, apo për jetën e përtejme. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani i Shenjtë e përmend ditën e llogaridhënies për të zgjuar ndërgjegjen e njeriut dhe për ta nxitur drejt besimit, veprave të mira, moraleve të bukura dhe përmirësimit të vetes. Le të shfletojmë Kuranin e Shenjtë, ta lexojmë, sepse është libri i jetës, na mëson gjithçka, na mëson ç'është kjo jetë dhe çfarë është jeta tjetër. Dhe ku do të shkojmë pas kësaj jete? Allahu i madhruar në ajetin 110 të surës Tauba thot, falni surës Kahf, thot: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Prandaj kushdo që shpreson takimin e Zotit të tij, le të bëjë vepra të mira dhe të mos i bëj shok Zotit të tij në adhurim. Qofshim prej punëmirëve dhe qofshim prej atyre që do të kenë një llogari të lehtë në ditën e llogaridhënies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.